një ordiner. Ndaj, me që na foli dhe për rrugtimin e tij në politik, po është e vërtet që u zgjodhe deputet, duke marrë votat në burgjet e sigurisë lartë. Por ju besoj e dini më mirë se kushdo tjetër fundin tuaj. Dhe ai fund është i afërt. Nuk po ngjiteni në karrierë, po shkoni drejt një rruge që e keni zgjedhur vetë. Dhe t'jeni i bindur që do të arrini në fund të asaj rruge. Sa i përket provokimeve të ulta dhe keq përdorimit që i bëni zonjave, jepini fund kësaj komedie. Sepse para ligjit, qofse je hajdut, nuk të mbron fakti je burr apo je grua. Dhe kjo është si replik për një nga diellat që ka sjell Edi Rama në këtë parlament. Dhe me që u përmend 20 janari, ja ku e keni komandantin e grupit të zjarrit, deputet të rilindjes. Le të çohet të na tregoj kush urdhëroi të qelloj me plumb në 20 janar. E ke në grupin tënd Erion Braçe, fol, ki Guxhimin. Kush e zgjodhi deputet? Kush e zgjodhi deputet? Ço, dil aty. Dil aty. Dili të dy aty. Me përveshje dhe Revin Hoxhën, me përveshje dhe atë Albana Hoxhiun e dil aty fol. Dil aty. Dile mos thonë nga vëndi, dil aty. Hajde dalim bashkë aty, Hajde aty me mua, hajde. Me Revin Hoxhën, hajde aty, edhe hajde ballafaqojmë aty. Dil aty, edhe hajde me pserime. Zoti Agron Malaj. Mere fjallën, e ke fjallën? Për replik. Jo, e ka zoti Malaj për replik. Zoti Malaj për replik. Shumë faleminderit deputetit Blushi, që pas 3 muajsh ma dha drejtën flas, kur unë kam folë dhe herë tjera për ngjarjen e 20 janarit, një ngjarje që është pikërisht për turbin tuaj, partisë tuaj, por dhe të veprimeve të mos veprimeve tuaja. Josefin, mos fol se është turp për ty të përmerresh gardistët, po le më ledhës, nuk më tregoti mua. Dhe e para, ka 15 vjet që pikërisht ky grup parlamentar flet për mua, për familjen time, për 20 janarin, për grupin e zjarrit, dhe kush këta? Që është e turpshme, që grupi zjarrit në gardën e Republikës as nuk ka ekzistuar ndonjëherë, as nuk është në asnjë lloj strukture dhe organigrami. Por shpikja që bët ju për të deviju gjitha ngjarje, atë situatë të turpshme, dhe pikërisht ndaj meje, ndaj efektive të Gazet Republikës, ndaj Gazet Republikës atyre djemve, burrave dhe grave që i baltosët me pat drejt. Dhe e turpshme edhe për atë që sot del tu dhe folë në Policinë e Shtetit. Vërtet, unë do të them gjithë kolegëve, po dhe gjithë mbare opinionit publik, në të vërtet nuk ka ekzistu kur një grup zjarri. Dhe ata që e bëni 20 janarin, i janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Këta këtu, që me veprimet dhe mos veprimet e tyre, kriju një situatë tillë. Kriju një situatë të tillë që është turpi më i madh për këta. Dhe që këta, jo është gatroja zgjojsu, jo. Nuk gatroja zgjojsu, jo. Se ka 15 vjet që flitet në media, emisione dhe ku do për 20 janarin. Flet për Agron Malajn, për 20 janarin që Agron Malaj nuk ka pas, as Agron Malaj, as efektive që ka pas Agron Malaj Marci, nuk ka pas lidhje me 20 janarin. Do t'jap një ndryshim shumë madh. Në një... Kur unë pytesh para prokurorisë, kishim një ndryshim madh midis me atëherë dhe ju sot. Kur kam deklaruar dhe kam deponu që në qoftë se një efektivim nën komandën time ka gisht në ngjarjen e 20 janarit, unë jam përgjegjës bashkë me to. E kam shkruar. Po ju jeni përgjegjës për ngjarjen e 20 janarit ku e prorët e mi dhe mbi meje, se ju kështu e keni, për të anashkalu këtë ngjarje, për të fsheh autorët e vërtet,
ku morët me ca oficer të pjesë gardës. Unë kam qenë komandant i seksionit 4, nuk kam qenë as komandant i forës speciale, nuk kam qenë as komandant garde, as shef shtabi, e me radhë. Kam qenë një komandant i një strukture ku unë kam marrë përgjegjësi për strukturën time. E kam marrë dhe e kam të shkruar të zezën të bardhë, ku asnjë nga efektivët e mi nuk ka pas gisht dhe ngjarje në 20 janar. Dhe më e keqja është që e baltosat gardën me atë paturpsin të ujë dhe sot vazhdoni prapë. Dhe Josefin, unë jam gardist dhe kam bërnder tim gardist. Unë kam qenë gardist, jam betu ti shërbeja dheu, si që kam qenë gardist, kam qenë dhe oficeri i forcave të armatosura, kam qenë edhe në disa institucione tjera, e kam kry punën time me shumë dëshmëri dhe përkushtim, duke kry këtë punën time me kaq dëshmëri dhe përkushtim, jam dhe sot tu në parlament, ku 15.000 shuplaka në qarkun Dibër, erdhen kundër jush, ku pas 35 viteve qarkun Dibër e kthym në rrugën e drejtë. Atë vjedhën e votave të regoja këti këtu, bashkë me kësaj që është turpi Matit dhe ati që është turpi Dibrës, që gjithë jetën janë marë me familjar, me shpifje, me maskarada, me roj, pisliqesh, si, shpif, diçka ngelet. Pa ne du të them që lejmë 20 janarin drejtësis, të bëj punë e saj drejtësia, dhe ta shikojmë se që do tjetë e vërteta i 20 janarin. Faleminderit. Zonja Topalli për replik. Në ka përmend Berisha parën. A do procedurë mu do më Zonja Topalli do ta merrni fjalën për replik? Po tjetër, pas Berisha. Dhe jene për taj. Po ju pyes, do ta merrni apo jo? Zonja Topalli? Isha pastaj. Po jemi nga ti diskutojmë gjithë. Apo Nuk ju përmendi emrin, nuk ju ka përmendur. Nuk ju ka përmendur zoti Berisha. Zoti Ervin Hoxha për replik, më pas zoti Berisha për replik. Më pas zoti Berisha, zoti Ervin Hoxha ishte përpara. Faleminderit kryetar. Ishte para. Tani dy gjëra po t'i them zoti Blushi, sepse ti e kruajt e veshin me një ish ministër të brendshëm që ka pak më shumë informacion për shkak detyrës që ka pasur. Tani ti dhe Partia e Rimit nuk më bën mu do të pis, as me të gjallë, as me të vdekur. Unë jam i votuar në njësi numër 1 me 20.000 vota dhe e kam për krenari që përfaqësoj Partinë Socialiste, se vetëm kjo parti e çon Shqipërinë në Bashkimin Evropian, dhe e treta dhe e fundit që është dhe më e bukura, tani ora është 11:35. Tregoj pak parlamentit shqiptar qa të shkruan ish kryetari partisë tënde dhe ti shkon dhe kap gazetarat, po s'kam qa të bëj, më shkruan ai dhe unë duhet flas në parlament, duhet shaj dikë. Faleminderit. Zoti Berisha replik. Tani, Mos ja jap. Po çam. Zoti Berisha replik, vazhdoni. Të dashura, nëna, motra, vajza, zonja, që ndisni këtë seancë. Njerëzisht dhe me përulljen më të madhe para jush, çfarë do bindje politike që keni, ju shtroj një pyetje sot. A trupon gjë më shumë një grua, një zyrtare se sa vjedhja e parave të qytetarëve? A kanë të drejtë këto avokate, a përfaqësojnë ju këto që mbrojnë vjedhjen e Lubi Ballukut dhe Tedi Rams? Kaq, kurse për sa i përket atij zotërisë që foli këtu, Agron, ti fole dhe unë i kam shprehur mendimet e mia për 21 janarin, e mund t'i shpreh përsëri. Ai ishte një puç i organizuar për përmbysje pushteti dhe jam shprehur dhe shprehem se garda ka zbatur ligjin. Po ti, Agron,
do mbetësh një historinë e matit, hajduti më i madh i 5 shekujve të fundit në atë rreth. Ti me pe, a e pe unazën agron. Shko e shif unazën që i bëre, monumentin e fundit që i le rrethit tanë të shemur. Shko shif i rrugë si t'janë bërë në matë që i nërtove ti, sepse bidhje pa. Shko shif vilat, hotelet e tjere. Shko shif bashkëpunimin që kishe me Elion Delin. Agron, është gabim të t'akuzojnë ty për gjë tjetër, përveç se hajduti më i madh i historisë matit që nga kohë e Skënderbeut gjerë sot. Fjalën e ka zonja Zegjine Çavushin, pas zotit Tomora Lizoti për procedurë. Fri duroni. Për procedurë. Undeske? Po. Kemi 2 orë që dëgjojmë këtu një ish kryeministër që jetën e tij politike e ka nisur dhe e ka përfunduar vetëm me dhunë. Boll me teatr, ky parlament duhet futet në shina dhe duhet fillojmë me rendin e ditës. Fatkeqësia më e madhe e këtij kombit është prezenca jote këtu, Sali Berisha. Po si nuk e turp dhe sedër që vjen këtu në këtë parlament dhe gënjen, si nuk e turp. Si nuk e turp kur përfshin të mitur në vijën e parë me pllaka guri në dorë. Si nuk e turp kur paguan adoleshentët për të ardhur në protestë. Si vjen këtu dhe gënjen dhe thua ajo ishte protestë paqësore. Por ti, doktor, je mësuar me gënjeshtrat, sepse ti mohove të afërmit e tu pasi vdiqën 26 persona në Gërdec. Ti ishe ai që i mohove. Sa më shumë që i sulmon shqiptarët, aq më shumë të njojnë ata. Dhe aq më shumë do të groposin. Shumë shpejt, janë në kilometrin e fundit zgjedhjet vendore që të tregojnë rezultatin si asnjëherë tjetër. Dhe sa pra të këndezin që ju dhimbset, 2% e asaj dhimbjes tu dhimbsësh ai kamionisti atje në Korçë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Elizoti. Nuk ka replikë.